Përshëndetje shikues të kanalit tonë Bletaria Shqip. Gjatë kontrollit tonë pranveror në muajin mars kemi hasë të një koloni mungesë të një mbretëreshe. Çka duhet veprojmë? Kemi dy mundësi. Mundësia e parë është të bashkojmë me një koloni, duke vlerësuar çfarë niveli është. Nëse një koloni mesatare, mund të bashkojmë me një koloni mesatare dhe jo me një koloni shumë të fuqishme. Ose mënyra e dytë është, nëse në ndonjë koloni është ndonjë nukleus ose ndonjë tjetër është tepër e dobët, mund t'ja marrim mbretëreshën, ta vendosim në kafaz dhe t'i japim kësaj kornize. Por fillimisht duhet ta kontrollojmë. Nëse ka çibuk, duhet t'i shkatrojmë. Pastaj e marrim mbretëreshën, e vendosim në ato kafazet që janë për t'i vendosur në koloni dhe i japim kësaj koshere. Po ashtu edhe bletët pak që janë nga kolonia që e kemi marrë mbretëreshën, i shkundim tek kjo koloni. Qëllimi pse vendosim mbretëreshën në kafaz është sepse nga kolonia që kemi marrë është shumë e dobët, domethënë ka shumë pak mis dhe në momentin që e lëshojmë pa kafaz, kjo koloni do ta vrasë. Kështu që jemi detyruar që ta vendosim në kafaz. Atëherë vazhdojmë dhe ta shohim konkretisht. Okej, kjo është pra kolonia për të cilën ju thash se ka mungesë mbretëreshës. Ajo që duhet bëjmë është të shohim nëse ka nis çibuk. I shkatrojmë dhe i vendosim mbretëreshën që e morëm. Po ashtu edhe nëse bëjmë bashkimin, në njëjtin veprim e bëjmë, patjetër duhet të shkatrojmë çibukët. Edhe pse mund që kolonia vetë i shkatrojnë në momentin që do të ketë kontakt me mbretëreshën e re. Por në rastin tonë që po i vendosim ne mbretëresh, duhet patjetër të shkatrojmë çibuk. Ja ku kemi çibukin e parë, e prishim. Këto nuk kemi. Kolonia po jep zhurmë. Këtu nuk kemi ja këtu një çibuk tjetër, edhe këtë shkatroj. Sa ashtu nga këto çibuk nuk do të ketë ndonjë mbretëresh cilësore, po ashtu ende nuk kemi pa gjatë kontrollit të kolonive prezencë të meshkujve. Këto kemi, po kemi edhe këtu një çibuk duke e ushqi. Janë këtë formë. Ana tjetër, a kemi çibuk këtu? Ja edhe një çibuk këtu. Shife, shpesh çibuk në skaj nuk shifen. Edhe rrezikojmë për ta humbur mbretëreshën që vendosim. Kështu që me shumë kujdes duhet t'i kontrolloni edhe skajet. Tashmë që nuk kemi pjellë të zgjeruar, është vetëm okolla pjellës. Korniza e fundit, ku mund të ketë mbretëresh, sepse kjo e skajshme sigurisht se s'ka për shkak se është moshqë. Këtu nuk kemi, siç po shihet ja, bletët gjitha, domethënë rrahin me krahët e tyre, një pas një. Shif. Këtu kemi pas 2-3 qelima shkollore, por se mund të mososim. Po unë e morim mbretëreshën, e vendosim në këtë formë, për arsye se nëse rastësisht nuk duhet të vendoset në këtë pjesë, për arsye se nëse vdes ndonjë blet mund të vdesë tek porta. Atëherë vendosim mbretëreshën. Është mirë të vendoset këtu afër pjellës ku është, i vendosim një shkop të hollë, vetëm për pak se nuk na u hap kafazi. Janë këtë formë. Super, perfekt. E afrojmë kornizën. Dhe jemi gati. Perfekt. Ne kthejmë gjendjen e mashpashme se ishte. Shife, më njëherë bletët fillon të nëhasin feromonin e mbretëreshës. Halila, e çfarë ngele tjetër është, t'i marrim ato korniza me blet që ishin dhe t'i shkundim këtu. Pak blet kishim. Do ta shfaqim njërin në ekran të shohim se nga cila koloni e kena marrë.
Ja. Shife kolonia nga cila e kena marrë mbretëreshën? Kështu i ka, është nukleus, kështu i ka gjitha kolonizat. Kështu që s'ja vlen të merrem me këtë, të humbim gjithë sezonën, thjesht e marrim mbretëreshën, japim kësaj kolonijës dhe nukleus ne mund të kryejmë kur të duam. Këtë e thjesht i shkundim këtë formë. Ja. Edhe korniza tjetër. Është ashtu me shumë pak mis. Por mbretëresha ka shpëtu. Ja dhe kjo kështu. Edhe këtu që kemi edhe e përfundojmë. Më njëherë fermoni mbretëreshës i tërheq bletet. Shpresojmë të pranohet. Shifeni farë mrekullie të uritura për mbretëresh. Kjo është një mënyrë përmes të cilës mund të shpëtoni një shoqëri pa mbretëresh, ose me bashkim, ose duke vendos një mbretëresh. Të nderuar ju që po na shikoni në këtë epizod, kthehemi fiks pas 7 dite për ta bërë një kontroll sa është planuar mbretëresha me sukses apo jo. Pa humbur shumë kohë, direkt shkojmë me hapjen e kolonisë dhe të shohim gjendjen. Dikush mund të pyesë pse 7 ditë, por arsye se me rregull është mirë minimumi 5 ditë mos të preket kjo koloni. Mos të preket për shkak se mbretëresha në momentin që pranohet ajo duhet fillohet me pjellje dhe komplet jetë në pajtueshmëri me gjithë koloninë. Kështu që nëse hapim para kohe, për shembull mas 3 ditë ose 4 ditë, mund t'i japim një shqetësim. Edhe mund ta çojmë deri te vrasja e mbretëreshës. Kolonia duket mirë, edhe pse kemi erë, shumë erë kemi, do të kemi vështirë pak, ose mund të kemi sulme. Kështu që Halil, unë preferoj një tim të vogël, kur ta kontrolloni, për ta vërtetuar se është pranuar mbretëresha, është mirë që të përdorni sa më pak edhe timse. Mundësisht. Si duket se vetëm se mbretëresha ka dalë nga kafazi, ja. Që ku është në gjithë kjo pjesë, këto tash kur e largova, hap edhe kafazi. Okej, o konsumu ushqimi. Një sqarim të shkurt. Këto kafeze zakonisht kanë porta këto, edhe kur vendosen janë të mbyllura. Ne kemi vendosur direkt me porta të hapura. Disa bletar kur i vendosin nuk i hapin portat për 24 orë, pas 24 orëve i hapin prap portat. Dhe i mundësojnë konsumimin e ushqimit. Për shkak se ime në mars dhe kolonia nuk kanë shumë e fuqishme, ne nuk direkt e vendosëm me kafas pa porta. Atëherë mbretëresha është me gjyrë të gjelbërt, duhet kontrollohet këto në mes dikun. Nëse është dikun nga mesi, Halil, kjo mbretëresha është planuar me shumë sukses, ja ku kemi edhe larvat 4 ditore, domethënë është planuar që nga dita e dytë ndoshta. A është patjetër ta shohim, nuk është patjetër ta shohim, po për nder të shikuesve do të mundohemi me gjetë, me pa kështu, me vërtetu kështu. Domethënë që është prezent mbretëresha. Po, jo veç është vërtetu me pjellje, por se ja që do të mundohemi me gjetë. E kjo kornizë nuk është. Pjellje kemi, nëse shohim se po në merë kohë dhe fillon shqetësohet, nuk është patjetër gjendje. Me ngjyrë gjelbërt është. Po, me ngjyrë gjelbërt ishte. Vazhdojmë. Të qetra kornizë, besoj se te e treta duhet me qenë.
Që, jam mbretresh, e pas kanë fshi. Më thonë e pas kanë pastru. Jam mbretresh. E pas kanë pastru në gjirën. Ja ka mbretresh. Në rregull. As pak ma shumë nuk e shqetësoj. Sepse mbretresha është pranuar me shumë sukses, ka fillu pjellën dhe vetëm se e mbyllin. Kaq. Për shkak se kemi erë fuqishme, mirë është ta përfundojmë edhe episodin, mos ta shqetësojmë më shumë. Po, vetëm se misioni jonë mbaroi. Vetëm një sqarim të shkurt edhe një herë një konkluz. Kjo koloni, Halil, ta mbyllim kosherën. Vetëm ta nxjerrim një kornizë me mjalt, sepse kjo kornizë më duhet pak. Për disa arsye, të tregoj më vonë sepse më duhet kjo kornizë. Okej, në rregull jemi. E mbyllim kolonien. Okej, me kaq mbaroj. Vetëm i dëshirojmë sukses. Konkluzë? Siç e pa që nga fillimi se kjo koloni nuk kishte mbretresh. Jemi në muajin mars. Dhe në muajin mars tek ne, domethënë në zonën tonë ende nuk kemi meshkuj dhe kolonia kishte fillu të bëjë çibuk. Çibuk shumë të vogël siç e keni pa në video, nga ato çibuk nuk del mbretresh cilësore. Po ashtu edhe humb ko kolonia në pjellë për arsye se duhet linde, pastaj 3-4 ditë derisa të dalin e fëkundim, pasi të kthehet prapë 45 ditë, kështu që i bie që kjo koloni 20 deri në 27 ditë mos ketë pjellje. Por shkak të mos humbim kaq shumë kohë, ne e kemi marrë mbretreshën nga një nukleus shumë i dobët, që nuk vlen të merrem me atë nukleus, që kishte humb miz, kishte pas vetëm një grusht miz, e kemi marrë mbretreshën dhe e kemi vendos këtu. Për ta vazhdu procedurën me këtë koloni më të fuqishme. Mënyra e dytë për t'i shpëtu kolonit pa mbretresh është bashkimi. Kolonien e merr e bashkon me një koloni që ka mbretresh. Zakonisht, kolonia me defekt vendoset mbi kolonien e shëndosh duke përdor ndërmjet katëve gazet. Për bashkimin e kolonive kemi episodin 21. Kjo ishte e gjitha sa i përket rregullimit të një kolonie në mungesë të mbretreshës. Nëse keni hasë ndonjë paqartësi ose keni ndonjë pyetje, lirisht mund të komentoni. Dhe për fund, nëse ju ka pëlqyer video, mos harroni gishtin e like-it. Faleminderit shumë, shihemi në një episod tjetër. Mirëmbëjtje.